5/10/2022 i ka çuar, pra KPA është Komisioni Posaçëm i Apelimit. I ka çuar një shkresë KLG-s, domethënë KLG është institucioni Këshilli i Lartë Gjyqësor. Dhe i thotë, ruani 7 vende bosh në apel, që kur të vim në mas 6 vjetës, 5 vjetës, dhe të shkojmë ne. Pra juve mos i zini këto vende. Dhe dalin tek qytetarët, te vonesat. Si mund të rinë 7 vende bosh derisa të vim ne? Pra kjo shkresë tregon qartë, madje unë mendoj që kjo shkresë është përdorim detyre. Sepse ti i thoi mban vendet dhe nëse vendet janë mbajt bosh për këta, sepse vendet janë bosh në apel. Atëre ti me dashje ke lënë qytetarët shqiptar pa gjykat apeli. Pse? Janë 2 trupa gjykues që bëhen edhe 1-3. Ti mban vendet bosh dhe qytetarët vinë si qifuti në shkretir. Kush je ti më? Pa si ke majtë, qofse kjo shkresë ka sjell pasojën dhe ti ke majtë vendet bosh, prej këtyre kjo është vepër penale dhe është kriminale. Dhe tregon që anëtarët e kolegjit të posaçëm të apelimit kanë qëllim vendet e tyre të punës. Pra të kenë vende bosh, nuk menojnë se qytetarët shqiptar ngelen pa punë. Tashit, kur të mbaron mandati, shifet kush janë vende bosh dhe shko. Po si mund thush ti maj vendet bosh? Pra një nga shkaqet e shkatrimit sistemit drejtësisë që sot qytetarët shqiptar, një nga shkaqet, s'mund të them që është kjo. Shkaqet janë shumë. Tregojnë që këta persona nuk qëllimi i vërtet i këtyre këtë vend pune ka qenë shkatrimi sistemit drejtësisë, shkarkimi tjerëve dhe të vinë vetë. Pra